Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi planet për të zhvilluar një bisedë telefonike të martën me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për të diskutuar përfundimin e luftës në Ukrainë. Ne duam të shohim nëse mund t'i japim fund asaj lufte, ndoshta mundemi, ndoshta nuk mundemi, por mendoj se kemi një shans shumë të mirë, u tha Trump gazetarëve në avionin presidencial Air Force One teksa kthehej në orët e vona të së dielës nga Florida por në Washington DC. Do të flas me presidentin Putin të martën. Është bërë shumë punë gjatë fundjavës, deklaroi Trump, i cili po përpiqet të fitojë mbështetjen e shefit të Kremlinit për një propozim marrëpushimi 30 ditor që Ukraina e pranoi javën e kaluar, pasi të dyja palët vazhduan të shkëmbejnë sulme të rënda ajrore gjatë fundjavës. Kremlini njoftoi të premten se Putin i kishte dërguar shefit të shtëpisë së bardhë një mesazh në lidhje me planin e tij të armëpushimit përmes të dërguarit të SBA-s Steve Witkoff, i cili zhvilloi bisedime në Moskë, duke shprehur optimizëm të kujdesshëm se një marrëveshje mund të arrihet për t'i dhënë fund konfliktit 3 vjeçar. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se kishte ende sfida për të zgjidhur përpara se Rusia të pranonte një armëpushim e aq më pak një zgjidhje përfundimtare paqësore të luftës.